Sot kemi të ftuar një nga organizatorët e panairit, zonja Irena Toçi. Mirëmëngjesi dhe mirë se erdhët. Mirëmëngjesi, mirë se u gjeta. Mirë se erdhët edhe njëherë në ulqinin ton të bukur, ku gjithmonë kështu na bëni një pik takim për ato që kanë dëshirë librin dhe kanë pasion. Unë ju falenderoj edhe njëherë, ndërsa kësaj radhe është edhe viti, mund të them kështu, jubilar, vit për të 25 vit me radh, po organizohet panairi i librit në Ulqen, edhe kësaj radhe në pazarin e suvenirave. Më tregoni si po organizoni këtë vit dhe çfarë do të ketë më ndryshe, sepse është i 25 dhe nuk është pak. Nuk është pak sigurisht, është një çerek shekulli që shkoj me vim në Ulqin me librat, dhe të them të drejtën është një nga festat më të mëdha të librit të rajonit, mbas Tiranës dhe Prishtinës, dy panaireve të mëdha që zhvillohen aty, në përgjithësi të organizuara nga grupimet e botuesve të dy vendeve, Shqipërisë dhe Kosovës. Zhvillohet dhe ky panair i rëndësishëm në rajon prej 25 vitesh që në fillim të këtij shekulli, me pjesëmarrje shumë të gjerë botuesish nga i gjithë rajoni. Ky vit jubilar sigurisht do të bashkojë në ceremoninë e çeljes një grupim të madh autorësh, përkthyesish, njerëzish të letrave që kanë lidhje drejt për së drejti me fushën e botimeve dhe me jehonën që duhet u bëhet atyre, por gjithashtu do të ketë të pranishme personalitete shumë të rëndësishme të rajonit, të cilët i japin tonin kësaj marrëdhënieje kaq të gjatë që nis me kulturën, por vazhdon me gjeopolitikën. Dhe surprizat e natës së parë, ndoshta unë tash mund t'i zbuloj sepse jemi drejt finishit. Nesër në mbrëmje, në orën 9 të darkës, do të zhvillohet ceremonia e çeljes me praninë e shkëlqësisë së tij, presidentit të Republikës së Shqipërisë, zotin Begaj, i cili do të jetë i pranishëm me fjalën dhe mesazhet e veta të rëndësishme për këtë panair libri dhe jo vetëm. Si ka evoluar panairi i librit gjatë këtyre 25 viteve të zhvilluara këtu në qytetin e bukur të Ulqinit dhe cilat kanë qenë ndoshta ato momentet më të rëndësishme që ju mund t'i cekni? Ndërmarrja për të organizuar këtë panair libri në fillim të këtij shekulli ishte një ndërmarrje me të vërtet e fuqishme dhe gati e pamundur për ta ndëruar dhe menduar. Nisi si një aksion intelektual i dy grupimeve këtu në Ulqin sigurisht, sepse pa Ulqin dhe drejtuesit e këtij qyteti apo të politikës së këtij qyteti apo këtij shteti nuk do të ishte bërë i mundur ky lloj organizimi, dhe pjesës shqiptare që ishte në atë kohë zoti Toçi, Fatmiri, i cili mori iniciativën së bashku me zotin Hajdinaga, Gzim Hajdinaga, i cili në atë kohë ishte ministër i të drejtave të njeriut dhe të pakicave, vendosën që duhej zhvilluar një panair në Ulqin, po aq i madh se ai i Tiranës apo ai i Prishtinës, që kishin 2 vite që po ndodhnin në botën shqiptare. Dhe kështu nisi të elaborohej si ide dhe pastaj u zbatua, jo me pak pengesa, me shumë pengesa duhet të thënë për atë kohë. Malizia në atë kohë ishte së bashku me Serbinë në kuadër të ish Jugosllavisë dhe ishte më vështirë të fusje libra me sasi shumë të madhe në shtetin fqinj që ishte Serbi-Malizi në atë kohë. Megjithatë u arrit, panairi i pari libri që u zhvillua në këtë qytet ishte një fest e vërtet e bashkimit të botuesve andej dhe këtej kufirit, sidomos të gjuhës shqipe, por sigurisht që të pranishëm kishte edhe botues të Malit të Zi, të Kosovës, të Maqedonisë së Veriut, në atë kohë Firom, e quajtur Firom, dhe të Shqipërisë që i përbëni shumicën. Them që ishte një fest e vërtet libri, nëse ju do t'i ktheheni kuadrove të atyre viteve, do të shikoni që të pranishëm në ceremonitë e hapjes dhe gjatë ditëve të panairit ishin me qindra dhe qindra pushues apo qytetar të Ulqinit që mund të identifikohen aty në ato kuadro për të parë se sa i rëndësishëm ishte ky institucion i panairit librit në 10 vjeçarin e parë të tij të zhvillimeve.
Më pas, ky panair është zhvilluar si një ngjarje e zakonshme në qytetin e Ulqinit, dhe them e zakonshme sepse mbas 10 vjeçarit parë ai u kthye në traditë, ndërkohë që në 10 vjeçarin e parë që prej 2004 si pranishëm në Ulqin ka qenë i madhi Ismail Kadare, për shembull i ftuar dhe fuqishëm me mesazhet e tij, me veprën e tij, me prezantimin e tij si autor për gjithë popullatën e Ulqinit që mori pjesë, për gjithë dashamirësit e letërsisë së Ismail Kadares dhe jo vetëm, por përveç ti, profesore Gjepqosja, i madhi Mehmet Kraja, e plot të tjerë kanë qenë në qendër të këtij panairi gjatë gjithë kohës, që do të thotë shkrimtarët më të mëdhenj të botës shqiptare sidomos kanë qenë të pranishëm në këtë panair, madje edhe me fjalën e tyre në ceremoninë e hapjes të këtij panairi. Ky panair është kthyer në një institucion të rëndësishëm për shkak të këtij piktakimit të autorëve të mëdhenj midis tyre. Ka qenë këtu Ali Podrimja, Fatos Arapi, Mojko Mzeqo, e plot të tjerë Çapriqi, që kanë mbledhur rreth vetes dhe rreth diskutimeve të veprave të tyre, dashamirët e librit, por dhe intelektualët e këtij qyteti, që janë bërë pjesë interaktive e këtyre aktiviteteve. Nga ana tjetër, panairi i Ulqinit gjatë gjithë këtyre viteve, dua të besoj dhe shoh me sytë e mi që është bërë një shembull i jashtëzakonshëm për zhvillimin e panaireve të tjera më të vogla në qytete të tjera shqipfolse të rajonit, siç është ai i Tuzit, apo që po zhvillohet prej 6-7 vitesh, apo panaire të tjera më të vogla që zhvillohen në Prizren, në Shtimje, në Pej, pra në qytete më të vogla të Kosovës, sidomos në Tetovë zhvilluar për shumë vite panair libri, në Gostivar, të gjitha këto të themi organizime më të vogla që mbledhin rreth vete librin dhe autorët e këtyre librave, besoj që e kanë një lloj pasqyre, frymëzimi dhe modeli që e marrin nga Ulqini dhe nga panairi i tij. Shpresojmë. Cili është mesazhi që synoni të përcjellni përmes këtij edicioni jubilar këtë vit? Mendoj që mbi të gjitha është rezistenca në kohë, domethënë krijimi një tradite jashtëzakonisht të bukur, të cilën që ta mbash në këmbë duhet një vullnet i madh dhe duhet iniciativa dhe bashkimi i forcave të shumë organizatorëve, sepse në organizimin e këtij panairi nuk jemi të vetëm, as të vit dhe as nuk kemi qenë ndonjëherë, por ky bashkim forcash, si të themi, i Ministrisë të drejtave të njeriut dhe pakicave, i komunës Ulqinit që është mikpritësia e këtij aktiviteti dhe që mban peshën më të madhe të organizimit të këtij aktiviteti, të botuesve që janë thelbi i këtij aktiviteti, pa vullnetin e tyre dhe pa dëshirën e tyre, ky aktivitet nuk do të mund të kishte këtë kuptim që ka sot. Po përveç tyre edhe organizata turistike apo qendra për kulturë e Ulqinit dhe ndërmarrje të tjera të rëndësishme që i bashkangjitin organizimit të këtij aktiviteti të madh dhe bëjnë atë një nga më të rëndësishmit e ngjarjeve në të gjithë rajonin e Ballkanit, jo vetëm këtu në Ulqinin tuaj. Përveç promovimeve të librit, çfarë aktivitetesh artistike dhe kulturore në këtë organizim i presin vizitorët? Por si çdo vit, në traditën e këtij panairi, dy autorë çmohen si dy autorë të ftuar të panairit, atyre u kushtohen mbrëmje autoriale natën e dytë të këtij panairi. Këtë vit do të jetë i ftuar Stefan Çapaliku, akademik, por dhe autor i shumë librave me karakter letrar, i romaneve, i tregimeve, i dramave të vëna në skenë. Këtë herë ai do të prezantoj librin e tij më të ri dhe do të jetë i moderuar ky aktivitet nga i mirënjohuri Ismet Kallaba, i cili është një profesor i gazetarisë dhe që do të ketë mundësi të bashkë bisedoj me autorin Stefan Çapaliku, së bashku me Andreas Dushin, dhe ai vjen nga bota akademike e librit. Do të flasim për letërsinë. Ky do të jetë takimi i parë që do të hapi siparin e aktiviteteve të këtij panairi. Por duke qenë një panair, një vit jubilar,
sigurisht që numri i aktiviteteve që do të zhvillohen në kuadër të panajirit është shtuar dhe në këtë mënyrë do të ketë aktivitete jo vetëm natën e parë, po dhe natën e dytë, të tretë dhe të katërt të këtij panajiri me prezantime libresh, herë në gjuhën shqipe, herë në gjuhën malazeze. Të pranishmit do të kenë mundësi të ndjekin aktivitete në të dyja gjuhët dhe kjo e bën edhe më interesante këtë territorin e vogël letrar të panajirit librit. Ditën e parë të panajirit, ditën e dytë të panajirit do të prezantohet edhe vepra Ulqini Florini, i Ismet Karamanagës, vëllimi i pestë i kësaj serie. E kështu me radhë, gjatë gjithë ditëve do të ketë aktivitete në çdo mbrëmje, duke filluar nga ora 9 e darkës, panajiri do të jetë gjithmonë shumë aktiv. Sa i rëndësishëm është ky panajir për promovimin e librit shqip dhe ruajtjen e gjuhës dhe kulturës shqiptare në Maltëzi? Si e shih? Unë mendoj që ky panajir prej vitesh e ka këtë rol e ka pasur si misionin e vet, do me thënë ruajtjen e gjuhës shqipe, lëvrimin e saj, komunikimin në këtë gjuhë, nxitjen e fëmijëve ulqinak për të lexuar në gjuhën shqipe, për të shkolluar në gjuhën shqipe. Dhe mendoj dhe fal këtij panajiri dhe lidhjeve të forta gjeopolitike që ky panajir ka krijuar. Mos të harrojmë që në ceremonitë e tij të hapjes kanë qenë gjithmonë të pranishëm personalitetet larta të politikës dhe të qeverisjes në rajon, ministra kulture, ministra turizmi, ministra të mjedisit, që kanë pasur gjithmonë lidhje me panajirin, po kanë pasur lidhje më shumë edhe me marrëdhëniet ndërshtetërore, të cilat u hapin rrugë edhe bashkëpunimeve kulturore, siç janë ato të lëvrimit të gjuhës shqipe. Unë mendoj që hapja e këtij panajiri dhe dëshira e Ulqinit për ta pasur këtë panajir të përvitshëm në kohën e verës, ku popullata e Ulqinit shtohet 4 deri në 5 herë në mos më shumë, me të ardhur nga diaspora që pushojnë në Ulqin, ka bërë të mundur që faktori gjuhë shqipe në Ulqin të jetë gjithmonë edhe më i pranishëm. Shumë tani në këtë moment që flasim, mbas 25 vjetësh, ka të rinj që e kanë ndjekur këtë panajir si fëmijë të vegjël, kanë ardhur përdore me prindrit e tyre, prindër të cilët kanë vendosur më pas që këta fëmijë të studiojnë edhe në universitet në gjuhën shqipe, duke frekuentuar universitetet e Shkodrës, të Tiranës, të Prishtinës apo ndonjë tjetër në rajon që janë gjithmonë në gjuhën shqipe, dhe kanë dalë tani më mjek, farmacist, mësues, edhe shumë mësues të gjuhës shqipe, janë shkolluar në këto universitete dhe janë rikthyer në Ulqin për të shtuar kastën e intelektualëve të këtij qyteti. Sa rëndësishme ka qenë mbështetja e institucioneve dhe partnerëve për vazhdimsinë e këtij eventi? Është i pazëvendësueshëm roli i këtyre institucioneve. Pa ndihmën e tyre dhe pa mikpritjen e tyre dhe pa vizionin e tyre, nuk do të mund të ishte zhvilluar ky panajir, se pavarësisht dëshirave që mund të ketë kushdo, duhet që dikush të marrë iniciativën dhe të bëjë pikërisht të mbështetjen financiare dhe vizionare të këtyre aktiviteteve me karakter kulturor që mbledhin rreth vetes qytetarë të ndryshëm dhe të moshave të ndryshme, por dhe që bëjnë edukimin nëpërmjet kulturës të tyre, siç thatë edhe ju, për mbështetjen e gjuhës shqipe apo edhe për lëvrimin e letërsisë nga brezi i ri, letërsisë në gjuhën shqipe, daljen e shkrimtarëve të rinj, mbështetjen e këtyre shkrimtarëve në udhën e tyre e të tjera si këto. Këto institucione janë me të vërtet shumë të rëndësishme dhe unë për këtë i jam falënderuese si drejtuesve të komunës së Ulqinit që prej vitit 2000 e deri më sot të gjithëve, një për një, sepse asnjëri prej tyre nuk ka menduar të bëhet pengesë për zhvillimin e panajirit, përkundrazi kanë qenë gjithmonë jo thjesht në krah, por në pararoj të kësaj iniciative për zhvillimin e këtij panajiri. Edhe përfaqësuesit tanë në Parlamentin e Malit të Zi, kur them tanë e kam fjalën për përfaqësuesit shqiptar në Parlamentin e Malit të Zi, kanë qenë gjithmonë faktor që këto aktivitete të zhvillohen me dinjitet, të mos harrojmë që në Ulqin
Ulqini është bërë pikë takimi, siç ju thash dhe më parë, i presidentëve të rajonit. Kanë qenë presidenti Mejdani, presidenti Mojsiu, por gjithmonë i pranishëm ka qenë presidenti i radhës i Malit Zi. Ka qenë presidenti Bamir Topi kur ka qenë në detyrë, kanë qenë zoti Ilir Meta si kryetar i Kuvendit të Shqipërisë, kanë qenë, ju thash, ministrat e kulturës, apo të arsimit, apo të turizmit dhe mjedisit të gjitha vendeve të rajonit ku ka shqiptar, si të Kosovës, të Shqipërisë, të Maqedonisë Veriut dhe të Malit Zi, të pranishëm me mesazhet e tyre dhe iniciativat e tyre mbështetëse në këtë aktivitet. Me sa di, në këtë vit, një partner i ri që i është shtuar aktiviteteve dhe mbështetjes së këtij panajiri në kuadër të gjitha aktiviteteve të tjera të verës që zhvillohen në Ulqin është dhe Ministria e Kulturës e Malit Zi, e cila është e pranishme me ndihmësën e saj për disa nga elementet e zhvillimit të këtyre aktiviteteve. Cilat janë ato pritshmëri të juaja për këtë edicion të këtij viti dhe sa pjesëmarrës botuesish do të jenë në këtë panajir? Deri në këtë moment që flasim, kemi 56 konfirmime për pjesëmarrje të botuesve dhe institucioneve të tjera të edukimit nga i gjithë rajoni Shqipfolës dhe jo vetëm, ka edhe mjaft që botues që nuk i përkasin gjuhës shqipe dhe që do të marrin pjesë në këtë panajir. Pritshmëritë tona janë të përmbushura për sa kohë që i janë bashkangjitur ideson pjesa më e madhe e partnerëve të rëndësishëm botues të rajonit. Dhe kur them këtu, në këtë panajir do të jenë botuesit më të mëdhenj të Shqipërisë, Kosovës, Maqedonisë Veriut dhe të Malit Zi që botojnë në gjuhën shqipe, dhe kjo jo thjesht na gëzon, po na bën krenar për këtë shpirtin e tyre dhe ndjeshmërinë e tyre për të na qëndruar gjithmonë në krah në zhvillimin e këtyre aktiviteteve që kanë për qëllim në radh parë ruajtjen e gjuhës shqipe në rajon, por edhe komunikimin e kësaj gjuhe dhe të autorëve të veprave letrare të kësaj gjuhe me autorë të tjerë të rajonit që nuk shkruajnë në gjuhën shqipe, shkruajnë në gjuhën e tyre, sigurisht, por që ka nevojë për këtë lloj komunikimi dhe për këtë lloj klime kulturore të krijuar her pas here në Ulqin. Panajiri është një nga këto skena ku kjo marrëdhënie ndërkulturore ndihet fuqishëm. Cili do të ishte ajo ftesë që ju do t'i bëni të gjithë dashamirësve të librit, qytetarëve të Ulqinit, turistëve ndoshta që na ndjekin përmes ekranit të televizionit të UTA këtë mëngjes për këtë panajir dhe për hapjen e tij nesër mbrëma në orën 21? Unë mendoj që ky është një nga momentet më të rëndësishme ku ata mund të vinë, të gjejnë së bashku të ekspozuara librat më të rinj të botuar në gjuhën shqipe, të cilat në këtë moment që flasim ndoshta mund t'i gjesh fare thjesht edhe në Shkodër, mund t'i gjesh edhe në Prishtinë kur bën një vizitë, apo në Tiranë, është bërë më e thjesht kjo lëvizje tani më në rajon, por ndërkohë kur kjo mundësi ekziston këto ditë në Ulqin, për këdo nga ata që pushojnë në Ulqin dhe që nuk kanë marrë me vete librin e radhës, mund të vinë ta zgjedhin atë në panajirin e librit, të gjitha do të jenë aty në stendat e panajirit, janë ekspertë të librit dhe mund të ndihmojnë për të bërë zgjedhjen e duhur të leximit të kësaj vere, zgjedhjen e duhur për fëmijët e tyre, por dhe për ata vetë. Shumëllojshmëria e librave të ekspozuara është me të vërtetë spektakolare. Nuk ka vetëm letërsi roz, nuk ka vetëm letërsi për fëmijë, ka edhe mjaft libra enciklopedik dhe të fushave të tjera. Do thot gama e librave të ekspozuar u drejtohet një shumësi e njerëzish me shije të ndryshme dhe me pritshmëri të ndryshme nga librat që janë të ekspozuar. Kështu që besoj se cili do të mund të gjente në këtë panajir atë që dëshironte për të kaluar këto ditë vera apo dhe më gjatë për të krijuar një bibliotekë të vogël të cilën do të mund ta shfrytëzonte edhe më vonë muajt e tjerë mbasi kjo verë të përfundoj me gjithë haren e saj, gëzueshmërinë dhe këtë të ndenjurën në diell pa mendime të tepërta. Zonja Irena, unë ju falenderoj që ishit pjesë e emisionit të mëngjesit Ditë e Re, ku kështu bashkë biseduam
për panairin e librit që do të mbahet nesër mbrëma në pazarin e suvenirëve për të 25 vit me radh. Faleminderit edhe njëherë që gjithmonë ja dëshmoni Ulqinit që jemi miq të mirë me ne dhe kështu shpresoj që kjo traditë le të vazhdoj dhe mos të mbaroj kur. Mendoj që tani më e ka kaluar provën e zjarit, 25 vjet, ju thash janë gjysëm shekulli, do të jetë patjetër një aktivitet që do të vazhdojë edhe në të ardhmen. Me siguri të plotë e them këtë. Ajo që do të thoshja është vetëm që orari është 6 deri mbas orës 12 të darkës. Ky panair është i frekuentueshëm. Domethënë do të jetë i hapur prej orës 6 deri në orën 12, pavarësisht se ceremonia është vendosur që të jetë në orën 9 të darkës, kur mbrëmja bëhet më e këndshme dhe është pak më fresk në ambientet e jashtme. Ju urojmë shumë suksese dhe shpresojmë që t'ju shkoj ashtu siç ju e keni menduar. Faleminderit edhe një herë.